Ministri i Brendshëm Bujar Nishani informoi deputetët e Komisionit Parlamentar të Sigurisë se për vitin 2012 punonësit e policisë do të shtohen me plot 200 vet. Sipas ministrit Nishani, kjo do të përforcojë rendin dhe sigurinë në vend. Gjithashtu Nishani bëri të ditur se buxheti i Ministrisë së Brendshme ka një rritje prej 1.8% në krahasim me buxhetin e rishikuar të vitit 2012. Kjo rritje vjen në një kohë kur buxhetet e ministrive në vendet e tjera po shkurtohen për shkak të krizës ekonomike. Fakti që kemi një rritje prej 1.8% krahasuar kjo me plan buxhetin e vitit 2011 tregon për një prioritet të qeverisë shqiptare ndaj Ministrisë së Brendshme. Ka një rritje të numrit të punonjësve të policisë së shtetit para prej 200 personash. Kjo natyrisht vjen, besoj, edhe për shkak të një interesimi mjaft të madh edhe të opozitës tërësisht dhe opinionit publik për të pasur një forcë më eficiente policore. Gjatë prezantimit të buxhetit të Ministrisë së Brendshme, deputetët e opozitës hodhën dyshime për fondet e rritura për këtë dikaster, pasi sipas tyre, ato nuk mund të mbulojnë nevojat e policisë së shtetit. Projekt buxheti i ardhshëm për Ministrinë e Brendshme kaloi në parim në Komisionin e Sigurisë.